Në një deklaratë fundit politike, kryeministri Edi Rama deklaroi krejt papritur dhe u duk disi friksuar teksa theksoi se zgjedhjet e 11 majit po bëhen në një periudhë të ndryshimeve të mëdha politike në botë. Çfarë po kërkon kryeministri Edi Rama të paralajmërojë në këtë rast me këtë lloj deklarate? Zotëri, ka kohë që publiku shqiptar, elektorati shqiptar, është njoftuar zyrtarisht që nuk do bëhen zgjedhjet e 11 majit. Është njoftuar zyrtarisht që nuk do ketë zgjedhje me këto parti politike PDPS barës Partia e Punës Shqipërisë. Prandaj Edi Rama i përgatit njerëzit avash, i vjen rreth që të mos u shpërthyej bombën në dorë. Por Edi Rama e di shumë mirë këtë që them unë. Dhe po është burr të dalë ta kundërshtoj, të dalë të thotë s'është kështu. Si ai japon faktet pastaj. Të dalë debatoj. Siç debatoi dikur me atë tek pullën e Sorosit, që dolli ai trimi mat dhe na bëri debat të jashtëzakonshëm me Edi Rama, dhe Edi Rama u tregua aq gjëre, aq i butë, aq demokrat, aq tolerant, sa priti Adriatik Lapaj të bënte debat me të. Që janë këto teatra që bën ai. Po i vajtën, i shkuan ato teatrë deri tani. Po ka ardhur ajo thika aty ku s'mban më. Nuk do bën zgjedhje, nuk do ketë ashtu vazhdim të kësaj qeveri ose të qeverisë tjetër, do bëhet qeveri teknike, e cila do përgatisë vendin për zgjedhje, mbas 3 muajsh, do ndryshoj kushtetutën, do zgjidhen deputet dhe senator, dhe do ndryshoj ajo sistemi politik republik parlamentare do bëhet republik presidenciale, me 80 deputet dhe 41 senator. E din zotëri të gjithë politikanë dhe gazetarët e din, asnjë nuk flet. Nuk flet se nuk guxojnë të flasë, se nuk u amban, sepse ja kanë shitur shpirti i shejtanit. Gjithashtu, kryeministri Edi Rama deklaroi se ka shumë gjasa që ai mund të mos jetë në listat e kandidatëve për deputet në Partinë Socialiste që do të garojë në zgjedhjet e 11 majit, siç tashmë jemi mësuar zyrtarisht. Si mendoni, pse kryeministri Edi Rama e ka lënë të hapur një gjë të tillë promosion deputet në Kuvendin e Shqipërisë? Çfarë po paralajmëron në këtë rast dhe nga se ka frikë? Edi Rama aty ka thënë një të vërtetë, por nuk e ka kompletuar, nuk e ka thënë të plot. Është e vërtetë që nuk do kandidoj. Edhe unë po e them, nga informacionet që kam unë, dhe nga burimet e mia të informacionet që më vinë mua, postoj se për ditë, ka 5-6 muaj që më vinë informacionet lumë, Edi Rama nuk do kandidoj, sepse nuk do të mundet të kandidoj, dhe sepse e pare punës njerë që e thash, që fillim mos e përsërisim. Ai e di që nuk do bën zgjedhje. E di se i ka vajtur letra në tavolinë. I ka vajtur informacioni në tavolinë, për të mos se i ka vajtur urdhri, po them informacioni. Pra, ai nuk do kandidoj sepse nuk mund të kandidoj, sepse nuk do bëhet zgjedhje dhe njerëzve të tij u thot mund të mos kandidoj, nuk do kandidoj me jo. Të jenë të qartë të gjithë socialistët. Madje edhe këta që ka mund njitur me zyrën, kanë hapur një zyrë aty të PS-s që e përdorin për fushat elektorale, i shoh që janë fare akull në punën e tyre, sepse tërë din. Por presën çfarë do ndodh. Të mos trëmben, shqiptarët e ndeshëm, shqiptarët e mirë, shqiptarët patriot, të mos trëmben fare, por të nisen, të shkojnë, të kontaktojnë tek Partia Shpresa Demokrate dhe të kontaktojnë me kryetarin e partisë dhe të krijojnë, të bëjnë djem dhe vajza të reja, të papërlyer me pislëqet e Partisë Punës Shqipërisë baras PD plus PS, edhe këto parti çka të tjera, dhe të vënë se duam të krijohet qeveria teknike me njerëz të papërlyer. Qeveria teknike mbas 3 muajsh do përgatisi vendin për zgjedhje. Pastaj do bëhet zgjedhje, secili do kandidojë në vendin ku jeton, në qytetin apo fshatin ku jeton. Nuk do ketë më ai Shkodrani të vetë kandidojë në Sarandë, siç i kanë bërë deri më sot banditët e të dy partive.
Zoti Islami, në debatet televizive gjatë mbrëmjeve ka zëra të fortë që thonë se në zyrën e kryeministit Edi Rama kanë shkuar agent të FBI-s, nisur nga afera ku ai dyshohet si i përfshirë sa i përket asaj të aferës korruptive të ish agentit të FBI-s Charles McGonigal. Ju si mendoni, a ndodhet Edi Rama përballë kësaj frike të madhe që mund të goditet nga administrata amerikane sa i përket kësaj afere korruptive? Padyshim. Dhe do goditet. Sepse Amerika tashmë e di kush është Edi Rama. Por do t'ju them juve dhe teleshikuesve tuaj. Shiko, Amerika i bën punët të qeta, pa zhurmë, pa bujë dhe i çon gjërat atje ku duhet. Sepse nëse do mirë për shembull të arrestonte kryeministrin që është gati për të arrestuar, atëherë do krijoheshin rrëmuja. Të dy partitë e tjera, të dy partitë e mëdha do krijonin rrëmuja, sepse e dinë se ç'i pret dhe thonë po të vdesim duke luftuar. Prandaj Amerika nuk i lë as të kundërshtojnë, as të reagojnë, po të binden si djem të mirë, të zbatojnë ato urdhra që u jepen, të bëjnë ato detyra që u jepen në interes të Shqipërisë dhe të kombit shqiptar dhe të mos lëviz asnjë flok në Shqipëri. Kjo është politika amerikane dhe kështu do bëhet. Zoti Islami, ish kryeministri Sali Berisha ka ngritur koalicionin e tij, të cilin e ka quajtur Shqipëria Madhështore. Koalicioni turpit, koalicioni tradhtis, koalicioni turpit dhe i tradhtis, po ta them prap. Dhe ta din shqiptarët. Dhe po prap e them, Sali Berisha të vi turp për këto që bën, që tallesh me demokratët. Po të kanë mbështetur, kanë 40 vjet, 30 sa vjet mor që të mbështetin, nuk të mbështesin ty që të sjellin Belerin ti në parlament. Nuk të mbështetën ty që presupozohet që je i djathtë dhe vete vë Ilir Metën në listat e mbyllura. Nuk të mbështetën ty që ti mbyllësh listat dhe të mbash klikën tënde të betuar, sepse jeni të lidhur me njëri tjetrin, jeni të lidhur me komprometim, jeni të komprometuar, prandaj të vinë mbrapa ata zoti Sali, se nuk të vinë mbrapa se të duan për të bukur, jo. I ke komprometuar, kanë detyrime karshiteje, dhe ata do të vinë ty, dhe kur të rëzoheni, ta dish, do përmyseni të gjithë bashkë, dhe ata dhe këtë gjë din. Kështu që Sali Berisha, zotëri, ka bërë krimin e radhës, kur nxjerr ca fytyra atje që të vjen dot ti shikosh, për t'i futur në listat e mbyllura, të garantuara në vende të sigurta, domethënë se shpreson ai, por prapë po them, edhe Sali Berisha tallet në mënyrë më vulgare me ta, më të hapur, tallet më shqip. Pse tallet? Po e dia që nuk do bëhen lista dhe u bën qefi këtyre. Ç'ke ti të hajë të bëhet ty? Mori dhe Adriati Klapaj, mori dhe atë Belerin, mori dhe gjithë ata që mori. U bën qefi, po nuk mund t'i bëj deputet se s'do bëhet zgjedhje, ka që thjesht është.